Hapja e ambasadës në Jerusalem, a përbën kjo problem? Hapja e ambasadës së Kosovës në Jerusalem është një akt i kryer, të cilin e realizoi qeveria e kaluar, ndërsa kjo qeveri tani e udhëhequr nga zoti Albin Kurti, ka deklaruar se më asgjë nuk mund të bëjmë edhe nëse kanë menduar të ndërmarrin diçka. Unë nuk e konsideroj se do të shkakton probleme në marrëdhëniet e Kosovës me botën tjetër islame, aq më pak me Turqinë, sepse mendoj që raportet historike në mes popullit turk dhe shqiptar janë raporte marrëdhënie shekullore të ndërtuara për shekuj. Në Turqi kemi një numër të madh të bashkombasve tanë, të cilët të ngjizur me jetën ekonomike, politike, kulturore dhe sociale në Turqi, si qytetarë të Turqisë e kanë dhënë kontributin e tyre vazhdimisht dhe vazhdojnë ta japin. Andaj edhe aspekti historik, edhe aspektet gjeopolitike, pastaj kulturore dhe shumë të tjera ndikojnë apo ndihmojnë që raportet turko-shqiptare, në këtë rast mes Turqisë dhe Kosovës, të mos tendosen për çfarë do veprimi që mund të merr Kosova apo që ka marrë Kosova deri më tani. Unë konsideroj politikën turke ndaj fillimisht shteti turk është një shtet shumë i rëndësishëm për Turqinë. Është Turqia e rëndësishme si partner strategjik për Kosovën, mes që jemi duke folur vetëm për Turqinë? Dikun e lexova që merr çudi nga një njeri i mençur shqiptar, e paske shkruar se mund të themi se historia e ardhshme e shqiptarve apo fati i ardhshëm i shqiptarve në Ballkan në një mënyrë apo tjetrën do të varet edhe nga raportet të cilat i ka dhe do t'i mbaj pikërisht me Turqinë, duke i numëruar shkaqet të cilat i përmenda pak më parë. Turqia është një shtet i madh, një shtet i fuqishëm, një shtet i rëndësishëm edhe para rajonin. Po Turqia largohet nga Bashkimi Evropian? Turqia në fakt ende nuk është në Bashkimin Evropian, është duke pritur që 53-4 vite në dyert e Bashkimit. Po largohet nga rruga për antarësim në atë aspekt. Po largohet heq dorë nga vullneti për të antarësuar. Nuk mendoj se mund të ndodhë një gjë e tillë. Nuk kam dëgjuar asnjëherë njerëz me peshë në Turqi, njerëz të cilët e njohin politikën e brendshme dhe diplomacinë turke si brenda si jashtë, të ketë thënë dikush se Turqia mund të hidhërohet për çfarë do arsye dhe të heqë dorë nga antarësimi në Bashkimin Evropian. Ajo vullneti për të antarësuar apo interesimi turk, sikur edhe i shumë shteteve të tjera, nuk niset vetëm nga një qef i një individi apo një partije në pushtet, por është rezultat i nevojave politike, ekonomike dhe të gjithëthanshme për të qenë pjesë e kësaj familje të madhe evropiane. Andaj nuk e konsideroj